Hoxhë, në gjatë revolucioni islamik në thojzën në vitin 1979 dhe lidhja e shiizmit me Iranin, domethënë me këtë revolucion. Domethënë këtë çka është ai përpara se vetë Ayatollah al-Khomeini, Ayatollah vjen shenja e Zotit në tokë. Emrat i kanë ndryshe, mirë po këto i kanë si llagape, që në 1978. Po, 78. Erdhëm ditë të kjo bashkohorja. Të ka diçka interesante se në qëfë se shofish atë revolucionin islamik, që ka nis Khomeini, 1978, 1979 hinë Iran, ki dhe më thanë bën një revolucion me emën islamik. Në fillim, në start nuk e ka pas se është shia, apo se është i sekte tith në asheri. Ja, prej sekteve, si me thënë, ma ekstreme islame që ka sot e ka Irani. Apo thënë, bisedohet që është shtetëror. Po, që e ma shteti. Po. Nisën me këtë pretekst islam, mas në ko, më njëherë, librin e vetë të cilin në ka hukume islamie, gjykimi islam, edhe fut në kushtetutën e saj, dhe me thënë, shiizmin, shteti shëndrohet për të kësaj ditë 95% më themi shia, dhe pse e stërmadhen këtë numër dhe njerë, ka në atë pjesën naltë që janë kje sunit, që është pjesën naltë në kufi me Pakistanin, edhe nuk kanë ku një farë drejte, me po e pjesën është me të vërtet. Po qatë do shta me të vitë sunit në Iran, si kanë drejtë? Katastrofë që në aspektin ekonomik. Një fjalë interesante ka që ka thot në gazetën Le Monde, Khomeini, thot sunduan Emevit, Abbasit, Osmanlit, tashtat është koha e jonë për të sundu botën islame.